elektoratit, as se ka strukturës, pas se ka të këshillit përgjithshëm. Pra, një ide për me zhvillu negociate që me shku drejt një koalicioni, Abdi Gjikun nuk e ka, sepse është me një kom brenda, me një kom jashtë drejtimit të LDK-s. Dhe në rrethon tillë kur ti vlan brenda subjektit tënd, çosh dhe me kompetencë fol se çysh duhet me u fut në të ardhmen në pushtet, kjo nuk është mbrojtje politike, se dikush mund me quajtë mbrojtje, kjo nuk është mbrojtje. Kjo është kërkesë për shpëtim individual. Një person i cili dëshiron me nxjerr kryt dhe me shpëtu për vete nga kretë kjo situatë që po kalon. Pra, një lider politik nuk sillet kështu. Lideri politik mban përgjegjësi që minimum, nëse ka avancim fillestar në diskutimet e para, 2 orë me zotin Kurthi, e para që do të bëhesh të thirrja e strukturave për diskutim për një mundësi me vazhdu, dialogun bazë të parimeve që ka vendos, apo me ndërprej këtë pozicion politik. Pa, Lumir Abdi Gjikun kryen veti po vendos që të shkoj drejt një marrëveshje me vetë vendosën, pa ja pas një pajtim brenda, pa ja pas po ashtu edhe një konsolidim të përgjithshëm të grupit parlamentar se si do të veprohet etj etj. Kjo në këtë rrethon e shpëton ata, por jo LDK-n. Kjo është ide. S'mund ta bëj as vet, Fidan. Se ai duhet ta pyes. Por edhe unë besoj që s'mund ta bëj. Duhet ta pyes këshillin e përgjithshëm. Duhet ta pyes kryesinë, ai vetë s'mund ta bëj. Ai në esencë LDK-ja ka nevojë për një sqarim në situatën e tillë si është. Bashkimi më i konsoliduar i LDK-s është kthimi në strukturë, diskutimi në organe dhe në fund qëndrimi në opozitë. Unë mendoj që kjo është forma e vetme që LDK mund ta mbajë të bashkuar në këtë situatë që është. Dhe jo hyre me një qeverisje ku mbështetja është pothuajse me pak se 50% ose gjysmë elektoratit nuk e përkrah një gjë të tillë. Ti mundesh me pushtet, mundesh me marrë postën e presidentit. Por çka ndodh mas 2-3 vjetë kur mund të kemi zgjedhje ose mas 4 vjet. Kjo është situata në të cilën besoj që LDK-ja duhet i kthehet fillimisht strukturat veta, pastaj të vendosë të vazhdojë apo jo në dialogim me Kurthin. Zoti Muja, ju si keni parë takimet produktive ose jo?